Teatri i të rinjve 2026 qelet këtë të hënë në Teatrin Migjeni, duke sjellë në skenë interpretimet nga të rinjtë të 8 shkollave të mesme të qytetit. Festivali do vijojë deri me datën 9 mars. Misioni i këtij festivali është që me sjell të rinjt në teatr, me eduku nëpërmjet artit dhe për artin, që me vazhdu më arë në teatr edhe pas festivalit, po ashtu edhe me zbulu talentat të rinj që ma vonë munden mu rikthy si profesionist në këtë teatr edhe kështu krijon vazhdimsinë. Jam shumë i lumtur që kemi pjesëmarrës 8 shkolla, ku rreth me janë edhe regjisor që kanë drejtu edhe kanë përgatitur këto shfaqje. Nga sot deri me datën 9 do kemi çdo ditë shfaqje në Teatrin Migjeni në orën 17, edhe jena të tanë të mirë pritën që më ardhë me shiku këto talenta të rinj. Regjisorët theksojnë se ky festival ndihmon në afrimin e të rinjve me teatrin, si dhe në zbulimin e elementeve të talentuar. Shumë kënaqësi që me pa brezin e ri që vjen në teatr mu eduku përmes artit. Një brez tek i cili kena pas shumë paragjykime të them drejtën, por na kanë tregu që është një dritë e madhe në fund tunelit. Jam shumë e lumtur që jam pjesë e festivalit, edhe pres që të përfaqësohen sa më mirë. Unë kam përgatit shfaqjen në shkollën 28 nënori edhe shpresoj që çdo gjatë shkojnë sipas planeve. Këtë vit kam gjimnazin Osokuka dhe është gjithmonë një kënaqësi dhe një përgjegjësi e madhe për të rit, sepse ata presin nga ti. Për këtë vit kam zgjedhur një vepër shumë interesante që ka shumë mesazhe cilat janë të rëndësishme për moshën e tyne. Dhe shpresoj që dalim sa më mirë dhe faqebardhë. Festivali i të rinjve do vijojë për disa ditë me prezantimin e shkollave të mesme, duke sjellë një atmosferë të gjallë dhe kulturore për qytetin.